parë, a është marrja si e pandehur, pra nën akuzë të Belinda Ballukut, si goditja e nivelit më të lartë që ka bërë SPAK-u deri më sot që nga krijimi, pra në këto 6 vjet, rrumullak, po i rrumullakosim, 6 vjet që nga themelimi? Po, 6 vjet bëhen në fakt në 19 vjetor. 18. 19 që do të prezantohet zyrtarisht kreu i prokurorisë. E pra mbaron 18. 18 është mbarimi i mandatit, po zyrtarisht SPAK-u punën po themi ka nisur më 19 vjetor 2019 dhe pra për rreth 2 muaj bëhen 6 vite. Do ta ndaja përgjigjen për pyetjen tuaj në 2 pjesë. Po. Në aspektin e çështjeve drejtësisë apo aspektin juridik procedurial, patjetër që mund të themi që është zyrtarja më e lartë e cila merret e pandehur në detyrë. Jo thjesht zyrtarja më e lartë, por goditja më fort që ka bërë SPAK-u. Prandaj thashë do ta ndajmë 2 pjesë. Pra, nëse flasim që goditjet më të mëdha të prokurorisë posaçme deri dje kanë qenë kryesisht me ish, pra kanë patur një ish ministër apo ish drejtor i përgjithshëm e tjerë me radhë. Në këtë rast kemi ish deputet. Kemi numrin 2 të qeverisë, të cilës i komunikohet një akuzë dhe ka statusin e të panderës. Edhe në aspektin politik do të thoja që është një nga goditjet më të mëdha, por duke patur parasysh që në krahun tjetër apo në thesin e madh të prokurorisë posaçme, të politikanëve të cilët gjenden sot në konflikt me ligjin, këtu ka debat sepse po të kthejmë syt nga kampi tjetër i opozitës, kemi ish kryeministrin të marrë pandehur, kreun e Partisë Demokratike aktual, po ashtu kemi numrin 2 të partisë më të madhe opozitare, pandehur e tjerë me radhë, zotin Meta, por edhe kryetarin e bashkisë në detyrë, i cili le të themi që ekuivalent dhe ai ka një peshë shumë të madhe politike, siç është kryetari i Bashkisë Tiranës. Ja, po more, e quajmë Stalingradin, po drejtove Tiranën, drejtove Shqipërinë. Ndaj e relativizova pjesën e dytë të çështjes politike. Tani rasti i zonjës Balluku është një rast shumë specifik i shkëputur nga tjerat për disa arsye. Pse? Në radhë parë bëhet fjalë për një tender, siç thotë zyrtarisht edhe prokuroria e posaçme, i cili kohët e fundit është kthyer në një prej kauzave kryesore të opozitës dhe nominalisht. Dhe denoncimin për të qenë kështu, ata e kanë bërë, në gazet bardhe. Ne sot landit që të jemi fair dhe korrekt, ne nuk e dim se si SPAK-u e ka nisur këtë hetim, sepse edhe në njoftimin zyrtar të prokurorisë posaçme nuk specifikohet nëse është nisur kryesisht, është nisur nga një material kallëzues, nga kallëzime që mund vinë nga firma të cilat kanë patur pretendime për tender, megjithëse më rezulton që nuk ka patur ankesa për këtë procedurë tenderimi. S'kishte, sepse lidhja u bë e tillë që s'kishte. Atë nuk jo. Ligji jon për prokurimet publike e parashikon qartë. Pra kemi edhe një institucion që edhe kreu i këtij institucioni ka dalë në probleme. Pra kanë fjalën këtu për Komisionin e Prokurimeve Publike, ku po ashtu zoti Myzyri shmari pandehur të akuzohet nga SPAK, që ti mund t'i drejtohesh, siç ka patur raste tjera ku shumë tendera shkojnë për anketë. Po në këtë rast nuk më rezulton që të kemi patur. Kemi të bëjmë me Nesi Angonit 2? Nuk e besoj që jemi në rastin e Nesi Angonit publik. Nesi Angonit 2, unë besoj që SPAK-u ndoshta mund ta ketë nisur dhe vetë me iniciativë kryesisht, sepse vetëm nga denoncimet e Partisë Demokratike. Denuncimet, deklaratat e tjera, sepse duhet ta vlerësojmë intervistat që prokuroria e posaçme ka qenë shumë e ndjeshme dhe e vëmendshme ndaj deklaratave publike. Pra nuk është se ka qenë indiferente, mund të ndodhë që nëse ne në këtë bisedë japim një deklarim që një prokurori i duket i vlefshëm ka brum, po themi, në popullore. Atëherë do na thush në një gjë tani që prokurorit të marrin parasysh tani se çfarë vlere ka. Kjo ka dhe një problem tjetër, se do të shkosh do japësh deklarime pastaj atje. Si e morë informacionin e tjerë me radhë, je në shënjestër, po themi. Por, realisht, ka një shtim të numrit të hetimeve që janë nisur kryesisht nga prokuroria e posaçme gjatë këtyre